që në momentin kur Zoti e bëri, siç na tregoi profeti jon, që pastërtia është gjysma e besimit, shpalosi qartë bukurinë dhe madhështinë e fesë së pastër dhe të madhe islame. Në çdo obligim, Allahu xhaleshanu na ka treguar neve qëllimin që ka nëpërmjet këtyre obligimeve që na kërkon. Dhe tha ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu li yutahhirakum. Me obligimet që Allahu xhaleshanu i kërkon besimtarve, nuk ka për qëllim që njerëzit t'i vënë siklet. Pra, dëshiron Zoti që t'i vënë siklet njerëzit nëpërmjet obligimeve edhe detyrimeve fetare edhe rregullave fetare, jo. Por se qëllimi për praktikat fetare, për obligimet fetare, për gjërat që na kërkoi Madhi Zot, është që Zoti na pastrojnë. Na pastroj mëkatet, gjunahet, na pastroj shpirtin edhe zemrën, na pastroj trupin. Pastroj relatat edhe lidhjet, qoftë me Zotin xhaleshanu, qoftë edhe me krijesat. Dhe na bëri me dije se modeli që Allahu xhaleshanu pëlqen edhe kërkon prej besimtarve kush është? Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Në xhamitë e Allahut ka burra edhe ka njerëz të cilët dëshirojnë që të pastrohen. Pra njeriu kur vjen në xhami, dëshiron që të pastrojë shpirtin, dëshiron të pastrojë zemrën, dëshiron të pastrojë lidhjen që ka me Allahun xhaleshanu. Dëshiron të pastrojë moralin e tij, sjelljen e tij, karakterin e tij, ta forcojë, ta konsolidojë. E kjo është ajo që na e tregon neve Zoti xhaleshanu, që neve na kërkohet momentin që frekuentojmë shtëpitë e Allahu xhaleshanu dhe kryejmë obligimet fetare.